Prania e Shqipërisë në forcën e stabilizimit, në atë që u diskutua dhe u bë dje në Washington, do t'jetë edhe me forca policore dhe ushtarake në dienin tuaj, dhe nëse do të ketë forca policore, ka përcaktuar se sa policë do t'jenë të angazhuar atje, gjithmonë nëse është e vërtetë? Unë nuk kam informacionin konkret sot se patjetër që angazhimi i Shqipërisë do të jetë ashtu siç edhe deklaroi kryeministri Edi Rama dje në mbledhjen që u bë në Washington. Patjetër që kontributi i Shqipërisë do të jetë ashtu siç kërkohet, në ndërkohë sa i përket numrit të efektive apo ndonjë qasje tjetër për të mbështetur të gjithë partneritetin edhe angazhimin e Shqipërisë në bordin e paqes, do duhet që ta vlerësojmë në ditët në vijim. Por angazhimi do të jetë maksimal dhe sigurisht duke garantuar edhe mirëfunksionimin e institucioneve tona dhe duke garantuar pastaj edhe partneritetin dhe angazhimin ndërkombëtar që Shqipëria ka në are.